Mos e bëni më këtë gabim. Nëse nuk e hani darkën në këtë orë, përgatituni për probleme me zemrën. Shumë njerëz hanë edhe pas orës 19 dhe akoma më shumë preferojnë në diçka të shpejtë edhe përpara gjumit nëse flen të paktën në orën 21. Mjekët paralajmërojnë se koha e të ngrënit mund të përbëjë faktor rreziku për shëndetin e zemrës. Ora biologjike e trupit të njeriu ndikon në tretje, metabolizëm dhe hormone. Rrjedhimisht është e logjikshme që mendohet se koha e ushqyerjes mund të ndikojë në reagimet e trupit ndaj ushqimeve. Kur vjen puna te sëmundjet e zemrës, ajo që ka rëndësi është cilësia e ushqimit, por jo vetëm koha e ngrënies së tij. Nëse stili i jetesës ju lejon ushqime të vonshme në mbrëmje, atëherë të paktën sigurohuni që nuk do të konsumoni ushqime të shpejta. Këto të fundit ofrojnë më shumë kalori dhe rrezik të mbipeshës që mund të jetë i dëmshëm për zemrën në periudhën tuaj afatgjatë. Ndaj, nëse konsumoni orarin e fundit të darkës të paktën një orë e gjysmë para gjumit, dijeni se po i ndikoni keq shëndetit të zemrës.